Sinjalistika rrugore të vendosura anë mban klasës e reflektor nga ku mësojnë mbi transportin rrugor. Megjithse ka nevojë për më shumë praktik, teoria brenda në klasa është pjesa më e madhe ku mësojnë nxënësit e drejtimit, transportit dhe trafiku rrugor në shkollën profesionale Shtefan Gjeçov. Nxënësit ankohen se përveç se nuk po kanë ku të shkojnë, atyre mungon pjesa praktike edhe në shkollë. Transporti rrugor është tepër drejtim i mirë, për kushte nuk janë qas mira kështu, ama si profil është profil që ndihmon. Mungojnë pajisjet për praktikën që e bëjmë, do të thonë, jemi detyruar me shku në për qendra kontrollës teknike me kry praktikën. Sipas nxënësit, Orges Hajdari, edhe në vende ku shkojnë të bëjnë praktik, nuk janë aq frydhënëse. Është shumë pengesë e madhe për shkak se nuk mujna mu informu për shumë sene. Nëse na shkojna për shembull një praktik dikon ato edhe s'kan kohë për shembull merr me neve, e kena më të vështirë. Profesori i këtij drejtimi, Ali Meftari, thotë se në aspektin teorik janë shumë mirë, por praktika është ajo që po ngec. Ata refuzohen për praktik edhe nga Policia e Kosovës, institucion ky kryesor ku edhe mund të bëjnë praktik për drejtimin e tyre. Sa i përket aspektit teorik, i plan programet janë mjaft avancuara. Janë nivelit bashkëkohor, mund të themi, plan programet e mësimit teorik. Edhe kuadri është i përgatitur, ka kuadër mjaft përgatitur profesional. Por sfidë thash mbetet praktika, mbajtja e praktikës. Kur them sfidë, është specifik sepse kanë module ndryshme, nuk e kanë vetëm një modul në praktik. Për shembull me këta nxënës të klasës 12, janë 3 module që do të bëhen. 100 orës e 10 kredi janë analizat e aksidente. Ku ti mbajmë ne analizat e aksidenteve? Ato vetëm policia i organizon, edhe aksidentet janë paparashikueshme. Ndodhin kur nuk i pret, ndodhin në kohë, në ditë ndryshme. Kështu që këta praktika i kanë ditë caktume, që nuk mundën në tjera ditë më shku për shkak të mësimit teorik. Edhe policia heziton, kemë po shumë kërkesa, kemë shkruar shumë emaila. Institucionet policisë, por nuk i pranojnë, për shkak specifika që ata janë në terren. Edhe nuk dihet kur ndodh aksidenti, përveç asaj, nxënësit duhet kenë edhe sigurime shëndetësore, sepse janë të ballafaqohuar me sigurinë rrugë. Edhe kështu që ata iku nuk i marrin. Institucionet, këtë rast Ministria e Arsimit duhet bëjë shumë më tepër për ta nxënës. Qysh ka organizue edhe janë rishikuar plan programet shumë herë rishikohen, edhe merren plan programet më të avancuar, po kjo është në aspekt teorik. Por në aspekti praktik ngec, për shkak që ty në sfida që na paraqiten. Dogana dhe trafiku urban janë institucionet në të cilat kanë gjetur përkrahje, megjithatë kjo nuk është e mjaftueshme. Pas këtij moduli kanë module tjera. Për shembull, transporti rrugor i kemi disa marrëveshje, që është pak më i mirë mbajtur praktika, sepse kemi një bashkëpunim të mirë me doganën e Kosovës. Edhe atë rregullisht unë kam qenë që sa vite atje, tash edhe kolegë tjerë i dërgojnë nxënësa sepse ata i pranojnë në dogana të Kosovës. Edhe me trafikun urban njëjtën e kemi marrëveshje bashkëpunimi me cilën nxënësat i realizojnë praktikën. Por ajo është vetë ka një modul, nuk ka më tepër. Nuk mundi mbana i krejt vitin sepse kërkohet module tjera. Unë tash te trafiku urban, te trafiku rrugor, tash analizat aksidente, unë edhe me prende ku shfaq këtë shqetësim, sepse këto do ta rregulloj Ministria e Arsimit. Kjo shkollë ka kabinete tjera, janë të pajisë, nuk e di nëse keni bënë ndonjë kronikë rreth atyne. Nuk është njësoj si metal punues që shkon në punëtari edhe punon atë krejt ditën, sa ka orarin. Këta janë të ekspozuar rreziqe në rrugë. Kaloj modulin tjetër, të sinjalizimi rrugor, përsëri janë të ekspozuar në rrugë, që duhet të kenë sigurim shëndetësor ose kompania nuk i pranon fare. Edhe aty paraqitet tash një sfidë tjetër. Të sinjalizimet rrugore zakonisht punohet kur fluksi i qarkullimit është më i vogël.
Fluksi qarkullimit zakonisht është në orët e vona mbrëmjes, që dalin në sinjalizim, tash në zonë se ka kryu orarin. Si të shkon ai tash pas orarit edhe të bën praktikët e sinjalizimit rrugor. Profesori ankohet për numrin e vogël të nxënësve që po vinë në drejtimet e transportit rrugor, trafikut rrugor dhe operatorit e trafikut hekurudhor. Sipas tij, këto drejtime rrezikojnë edhe të shuhen në rast se nuk ndërmerren masa. Gjeneratat shkojnë dhe i interpretojnë këte. Ku nuk realizohet praktika, atër këta nuk po përgatiten as si punëtor, përveç që këta përgatiten për studime universitare. Nuk është thjesht një profil i një zanati. Ky është profil që përgatit kuadra për të ardhmen. Edhe me 2 klasë, ka 20 nxënës, 25 regjistrohen, është numëri vogël për shtetin, këtë rast për Prishtinën, si kryeqytet, me kaq pak nxënës përgatitur në trafik rrugor. Nuk duhet na brengosa kur themi je kemi kaos trafikun, sepse kuadra në trafik janë me numër të vogël. Edhe studime universitare ka pak kuadra trafiku. Që shteti po tham, ashta shumë pak ka bë këtë aspekt, por individ veç e veç kanë shkuar në studime themelore nga interesi i tyre dhe kanë studiuar. Për vite të tëra punoj gjatë në arsim. Për shembull, ky profil ka qenë në shkollën e mesme teknike 28 nëntori, nga 5 klasë, mbi 35 nxënës i kemë pas. Ndërsa prej që ka kaluar në këtë shkollë profesionale, ka ra edhe interesimi, ndoshta edhe faji kryesor është mos realizimi i praktikës profesionale, që edhe neve po na paraqet shumë problem, sepse është vështirë të realizohet. Jo e pat këto, krejt që amuj bojmë analizat aksidente, nxënësit i bojnë punime bashkarisht me mua, si të pa varën në një kompjuter. Sa i kemi 5 kompjuter që mund punojnë nga 2 nxënës, 10 nxënës. Që nuk e kemi asnjë kompjuter për një kohë nxënësi. Krejt që kemi qitë kabinet, që po shifet me shenja, edhe këto janë ardhë, kum pas fatin që unë i kum në atë kohë, i kum menaxhua, i kum pru me iniciativë, që mu ka dhënë një pjesë vogël e mjeteve dhe këna investu në këto shenja. Edhe këto i ruajmë shumë, qoftë në panajire i përdorëm, kohën e fundit në përvjetorin e policisë, edhe ta i kanë marrë këto në kabinet tonë, këto shenja modeste që i kemë. Miftari thotë se ky është një profesion, që shteti ka nevojë shumë për kuadrët e saj çdo ditë e më shumë. Ka edhe duhet ketë shumë atëpër, sepse komunikacioni është sikur na lumi që s'ndalet. Nuk doran barjera, i vetmi komunikacion nuk doran barjera. Ande edhe krahas sajna duhet përgatiten kuadra. Unë i bëj thirrje Ministrisë Arsimit që të angazhohet shumë ma shumë të këtë profilit i. A rrezikon të shkruhet? Në bazë numrin nxënësve çdo vit e ma paken. Ka që regjistrojnë, elshojnë, kalojnë edhe në shkolla private për mizjet një të ardhme, për shkak që seriozisht mungojnë kushtet ma elementare në këto profile. Ose po e marrëm profilin e operatorëve trafikut hekurudhor, që është e vetmi në nivel Kosovë. Sa investohet atë? Asë një cent nuk investohet. Qoftë asë trajnkosi që i ka kuadrat vetën të ardhmen. Ne kemi disa nxënës që kanë pozita të larta në trajnkos, në hekurudhat e Kosovës, që këtu e kanë krye. Kanë udhëtu prej Hanit e Lezit, kanë ardhur këtu, se s'kan pas profil atje. Këta nxënës duhet kenë edhe bursa që t'i stimulojnë, sidomos edhe trafikut hekurudhor që trajnkosit i ka kuadra të ardhme, po edhe trafiku rrugor. Në gjitha vendet e rajonit, edhe në Evropë, këto e shkollat veçanta. Pse po thëm shkollat veçanta? Nuk kryhet të thjesht vetëm trafiku rrugor dhe transporti rrugor, por duhet jetë analizat aksidentet, duhet jetë shkollimi i instruktorëve të arshëm, prej këtuaj, e ngasëve tjerë të eskorta diplomatike tjera.
cilat i bojnë shumë herë vetëm trajnime ode ekonomike e Kosovës e disa ndaj institucionat e këto private. Edhe kompanitë private nuk janë shumë bashkëpunuese, thot Miftari. Jo, autoshkollat nuk i marrin që edhe këta. Ne të insistojmë edhe në kompanitë sigurimeve, bilet pak të një pasë si përgatitet dose e aksidentit, por na i marrin një ditë dy. Edhe ata me orar nga një orë, vetëm sa mi pasë si përpilohet lënda e aksidentit. Jo ma tepër për shkak se thojnë na pengojnë atë. Ajo është një institucion privat edhe e këshin aspektin komercial tyne. Edhe këto i marrin në aspekt shoqëror tonin, që i kemë kolegë edhe atje, edhe ne i ftojmë, apo na i merr ne thot po i marrin 2 ditë nga grupet veçanta, grupet vogla, jo komplet klasën. I merr ka 1 orë 2, po jo ma tepër, më ka thonë 2 ditë nuk mund të maj atë. Që vetë personalisht kam qenë në kompani sigurime dhe nuk hezitojnë. Ato autoshkollat fare sepse ata nuk e humbin orë që i kanë me kandidat, sepse ata kandidate paguën në orën atë. Kë mundet veç pe kurreshës më shku në poligon me i pa dhe atë në ashtaj i thonë për na parasit një problem se shqetësimet e tyne tjera. Pra janë komerciale këta qashtë. Përdërisa ky drejtim nuk gjen përkrahje, profesori Miftari thosë se drejtimet e tjera më të reja në këtë shkollë gjen përkrahje nga Ministria e Arsimit.